Plagët e reja që ka krijuar emigracioni, si dhe problematikat me të cilat përballet shoqëria shqiptare, e kanë përkeqësuar situatën me trajtimin e personave me probleme të shëndetit mendor. Mjeku neuropsikiatër Gjën Preqi thotë se sfidat janë të mëdha dhe sot shumë familje ka vetëm të moshuar dhe një person të sëmur, duke bërë që përkujdesi për ta të mungojë. Burimet materiale janë jashtëzakonisht të pakta dhe nga viti në vit kanë shkuar duke u paksuar, në vend që të ishte e kundërta. Dhe normalisht kjo ka shtu problematikat, kanë shtu vështirësitë për këtë komunitet njerëzve që kanë nevojë. Familja shqiptare është dobësuar në aspektin e pjesës aktive që ikën dhe këtu ngelen vetëm pjesën e nevojë, siç janë të moshuarit dhe të smurët. Kemi një masë të madhe familjash që përbëhet nga pleqt dhe nga të smurët mendor. Imagjino tash këto dy individ me mbështet njëri tjetrin. Është e pamundur dhe kjo krijon pastaj vështirësi për me marrë këta njerëz në një nivel të mirë, stabiliteti si nga ana mendore ashtu edhe funksionale në tim të punës, në tim të aktivitetit, në tim të si thon, për të funksionuar si një individ i lirë me nevojat përkatëse. Kjo është një këmbon alarmi, thëmë drejtën. Periferia është shumë e zbuluar edhe në aspektin mjekësor, për në aspektin e bunimet të specializuara, por si të mbos materiale. Njerëz që vinë e ngelin rrugash për të marrë një shërbim, një recet, një informacion, një dokument caktuar që i duhet për invaliditet e tjetër. Kjo ka vështirësuar shumë realisht këtë grup popullate. Në vit janë 4 deri në 5.000 persona që në qarkun e Shkodrës trajtohen për probleme të shëndetit mendor, por ende shqetësuese mbetet stigma apo paraqitja në faza të avancuara. Vështirësia për të aksesuar këtë lloj shërbimesh për shkak të në rritje dhe për shkak të mbështetjes ulët të familjeve. Familjet po i lënë po i braktisin. Çdo ditë ne kemi njerëz që vinë thonë ku do ta lënë këtë smur. Kjo është shumë problem. Numrin vit ne kemi dhëna statistikore, janë me 4-5.000, normalisht çdo vit, po këto janë ata që marrin shërbime periodike, nga këto një përqindje e madhe në raste të reja, ose që vinë nga jashtë, nga migrimi, ose që atje s'ka mund të marrë shërbime edhe për shkak të mungesës dokumentacionit, kur vinë këtu në një fazë shumë të agravoar, që kërkon ndoshta rishtrim në spital disa herë. Edhe ngjarjet kriminale apo dhuna në familje vinë në shumë raste nga problemet e shëndetit mendor, shton mjeku Preqi. Kemi raste të shpeshta ku nga dhuna, nga smundja mendore ose njerëz që abuzojnë me alkool, me droga, dhe një komunitet i madh dhe ato që njohim ne vetëm moja e icebergut, pjesa e padukshme shumë e madhe në mendimin tim. Dita botërore e shëndetit mendor shënohet çdo vit me 10 tetor dhe tema e këtij viti është shëndeti mendor në emergjenca.